Dhuna duhet izoluar në gjitha mënyrat. Duhet denoncuar, unë jam gjithmonë me këtë pjesën që duhet denoncuar, i duhet dhënë zë dhe duhet marrë masat e nevojshme. Dhuna fillon një fëmijë që rritet i dhunshëm, 99% i ka të gjitha drejtimet për të bërë i dhunshëm. Në të gjitha rastet e dhunës që ndodhin dhunë në familje, ne duhet të mendojmë rreth këtij fëmije që kur të rritet, shanset më të mëdha i ka të bëhet i dhunshëm, si me bashkëmoshatarët, me shokët, por edhe me mësuesit, siç ishte rasti i Kosovës. Unë nuk besoj se ai fëmija i Kosovës ka pasur një familje shumë shembullore, është rritur. Unë mendoj që ai ka pas probleme që në fëmijërinë e tij, që është rritur aq i dhunshëm, pa i hyrë pjesës së profesorit, pasi mund të jetë edhe mosha e profesorit se ishte diku në prag pensionit dhe mund të jetë pjesa e moshës. Nuk dua të mbroj asnjërin tek ky rasti konkret, por për pjesën tjetër dhe për gjithë fajin unë ja vej familjes. Edhe po të shkojmë tek fëmijët që qohen për riedukim, pjesa më e madhe, po t'ju bësh një analizë, kanë pasur ose një fëmijëri të dhunshme, ose vinë nga prindër që janë të divorcuar dhe marrin rrugën drejtimin jo të duhur, ose bëhen përdorues lëndësh narkotike. Të gjithë 90% e rasteve që ishin në IVP-n e Kavajës që janë po, janë të gjithë përdorues lëndësh narkotike, janë të gjithë që vinë nga familje me probleme serioze, sociale, me prindër që janë të dhunshëm kundrejt fëmijëve, se një fëmijë që rritet me dhunë, që në vogli, ai normalisht që në të ardhmen do jetë një dhunues. Kështu që dal prapë tek ajo që fëmia është pasqyra e prindit, që të rrisim fëmijë jo me dado, që t'i rrisim fëmijët duke i quar në për qerë dhe në për kopshte, se tani fëmijët nuk shkojnë më në qerë dhe në kopshte. Ata rriten deri kur bëhen për të vajtur në klasë të parë me dado, pastaj vjen merr fugon një shkollës private, i çon tek ajo shkolla, bëhen dhe mësimet tek after skulli, vinë përsëri, mbyllen përsëri, janë përsëri me telefona, vinë prindrit nga puna, këta janë me telefona, prindrit janë me telefona, ose vinë dhe i gjejnë të fjetur dhe kontakti me këta fëmijë është thuajse zero, normalisht që këta fëmijë nuk do jenë, ose nuk do jenë social, ose do bëhen të dhunshëm. Lor, çfarë mendon se duhet bërë? Duhet të kemi një mirë edukim. Të ndëshkosh është goxha kollaj, por ndëshkimi thjesht ndalon, ndërsa të edukosh është përgjegjësi dhe edukimi mbi të gjitha ndërton. Çdo gjë me një ndërtim dhe me një edukim të mirë që të ndërtojmë një shoqëri sa më të mirë, mësues të mirë, fëmijë të mirë dhe mbi të gjitha dhe prindër të mirë.